Përshëndetje, urime në këtë proces zgjedhor ku do vendoset fati i demokracisë për 4 vitet e ardhshme. Ju lutem na informoni se si po ka nisur ky proces zgjedhor në të 47 qendrat e votimit në Bashkinë e Matit. Po. Faleminderit. Faleminderit juve paraprakisht si medje që jeni përballë jo vetëm KZAZ-s, por përballë zgjedhësit, për të respektuar votën e lirë zgjedhësit, për të respektuar fituesin dhe kandidatin më të mirë. Por për të respektuar një gjë të tillë, ne duhet një herë të kontribuojmë të gjithë dhe jo vetëm ne, por edhe juve. Du të bëjmë dije që zona zgjedhore numër 16, Bashkia Mat, ka 47 qendra votimi. Komisioni KZAZ-s, cilin unë e drejtoj, si përfaqësuese e subjektit Partia Socialiste, përbëhet nga 7 antar. Janë 3 antarë të Partisë Socialiste bashkë me mua, është sekretari i Partisë Demokratike dhe 2 antarë të Partisë Demokratike, si dhe 1 PSD-s. Du të bëjmë dije që në 47 qendrat e votimit ka filluar procesi votimit, nuk ka patur problematika në lidhje me fillimin. Komisionerët e qendrave të votimit, sekretarë dhe kryetar, operatorët kanë komunikuar me ne për problematika të vogla deri në momentin e fillimit të votimit nga ora kur e kanë përgatitur nga ora 6 deri në 7 dhe tani në gjitha qendrat e votimit vijon procesi i votimit zgjedhësve lirisht. Materialet zgjedhore janë të gjitha të rregullta? Në lidhje me materialet zgjedhore janë marrë në dorëzim 15 orë para, pra një ditë para ditës së zgjedhjeve. Janë depozituar dhe janë vendosur në qendrat e votimit të miratuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk ka patur probleme me marrjen në dorëzim nga ana e punëesve të policisë në lidhje me sigurinë e tyre. Janë dorëzuar po sot në orën 6 komisioneve të qendrave të votimit, të cilët kanë vazhduar procedurën dhe nuk kanë patur asnjë problematik, asnjë mungesë materiali zgjedhor, janë të gjitha korrekt. Ju faleminderit. Faleminderit urime. Faleminderit. Mbarësi edhe për ju edhe u falenderoj shumë. Gjithë. Ja. Jemi në qendrën e votimit 3801, ju lutem si ka nisur ky proces zgjedhor. Faleminderit. Tu nisi shumë mirë. Në 7:00. Dhe tash po ecën mirë. Tani sa votues kanë marrë pjesë? 29 persona. Dhe gjithsej janë 690. Ka pasur probleme me materialet zgjedhore apo me zgjedhës që nuk e dinë mënyrën e funksionimit dhe si keni uritur? Deri tash mirë. Kena shumë. Urime sukses. Faleminderit. Qendra e votimit pranë shkollës 31 Korriku, si nisi ky proces zgjedhor? Ky proces nisi në mbarvajtje të plotë dhe në bazë të rregullores, nisi paqësisht, po shkon shumë mirë, nisi në orën 7 siç ishte parashikuar edhe siç ishte në rregullore, çdo gjë po shkon shumë mirë. Ju jeni kryetarja dhe prezantohuni ju lutem? Unë jam Nada Stana, kryetare e kësaj qendre votimi që është 936 fraksion 00. Dhe i përkisni subjektit politik? Partia Demokratike, Alianca për Shqipërinë Madhështore. Jo, në fakt materialet zgjedhore u morën që dje, çdo gjë shkoi shumë mirë, u grumbulluan këtu një ditë përpara, dera u sigjilua, të nesërmën kur hapën bashkë me sekretarët dhe anëtarët e tjerë të komisionit, çdo gjë është e krejt në rregull. Sa është numri i votuesve në këtë qendër dhe sa votues kanë votuar deri tani? Në këtë qendër është 560 numri i votuesve dhe për momentin ka votuar 22 persona. Suksese. Faleminderit. Përshëndetje, jemi në qendrën e votimit pranë shkollës Pjetër Budi. Ju lutem, ju jeni kryetari, prezantohuni për televizionin. Gzim Leka, qendër e votimit 0933 fraksion 00. Kemi gjithësisht 902 votues, aktualisht kanë votuar 67 votues. Fluksi duket i mirë? Nuk kemi problematik, komisioni funksionon normalisht, nuk kemi asnjë problem. Materialet zgjedhore, gjithçka në rregull? Kanë ardhur të gjitha të plota,
Vetëm në rastet veçanta kur nuk identifikohet shenje e gishtit të personit, në të raste kemi procedurë verbale tip që i aplikojnë. Suksese. Faleminderit. Më falni, ju keni probleme me qendrën e votimit? Nuk e gjeni se ku e keni? Nuk jeni informuar më parë? Tani si do të veproni? Çfarë dhe për këto si kanë caktojmë në të lagjes, duhet kanë caktuar radha zirë rresht që me lagje futemën tjirët e këta zonë burrin këtu se kanë, am të shku me kontrollu borrelin, kanë se ku votohet, tu hikin shtëpi. Tu hikin shtëpi, se më tu votu me zot, pa pas emni, pa pas krye familjarin, pa qenë vetë, tu hikin shtëpi. Jemi pranë qendrës së votimit 3401 këtu pranë shkollës Mustafa Gjestila dhe futemi brenda për të kontaktuar me komisionin e kësaj qendre për të parë ecurinë e zhvillimit të procesit zgjedhor. Ju lutem prezantohuni, ju jeni në qendrën e votimit pranë shkollës Mustafa Gjestila, prezantohuni dhe cilit subjekt politik i përkisni. Unë jam Shergi Kurti, jam një subjektit Partisë Demokratike. Si është ecuria? Deri tani gjithçka është qetë, shumë e pranueshme. Sa votues ka kjo qendër dhe sa kanë votuar deri më tani? Deri tani kanë votuar 47. Gjithsej kanë votuar. Gjithsej janë 491. Ka probleme me procesin e identifikimit dhe si është zgjidhur? Jo, deri tani është mirë, vetëm me shenjat e gishtave, por e kemi bërë proces verbal dhe gjithçka është rregull. Shohim që jashtë kësaj qendre, tek listat e shpallura, ka votues që kërkojnë emrin e tyre. Nëse nuk gjendet, si zgjidhet ky problem? E kërkojmë manualisht ose me aparaturën dhe gjithçka del si duhet. Ka pasur deri tani zgjidhje? Vetëm me qendrën e votimit tjetër, kupto brenda shkollës. Asnjë problem është. Suksese. Faleminderit.